Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, është përgjigjur kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke i quajtur nomad, pak pasi ai i quajti të tillë deputetët e opozitës. Gjatë ditës, Kurti cilësoi nomad deputetët që ishin në opozitë, pasi sipas tij duan që Kosova të ketë kuvend. E Musliu Shoshi ka thënë se nomad në skenën politike është veç Kurti, të cilin e ka akuzuar për premtime boshe dhe si udhëtar politik që zhduket kur duhet të përgjigjet. Në skenën politike veç Albin Kurti është nomad, pa vizion të qëndrueshëm, pa një adresë të përhershme për problemet e qytetarëve dhe pa asnjë përgjegjësi për dështimet e qeverisë së tij. Albini lëviz nga një premtim bosh te tjetri, por realiteti nuk e ndjek. Më tragjikja, në Kosovë nuk ka as pron, as nuk e rrit fëmijët, e as varr nuk ka. Kosova ka nevojë për udhëheqje të rrënjosur, në të vërtetën jo për udhëtar politik që zhduken kur duhet të përgjigjen, ka shkruar ajo në Facebook. Një reagim të ashpër ndaj Albin Kurtit për faktin se pas dështimit në seancën e 34 për konstituimin e kuvendit, i quajti opozitarët nomad, e pati dhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri. Mund të dëshirosh të kesh shtëpi dhe të mos kesh shtëpi e të jesh refugjat, ta zëm, por ata të cilët nuk duan të kenë shtëpi janë nomad. Ky është thelbi i nomadit, prandaj këta janë deputet nomadik, të cilët nuk dëshirojnë të kenë shtëpi të tyre, sepse shtëpia, kuvendi, parlamenti i Republikës është shtëpia e deputetëve, sidomos opozitarëve, u shpreh Kurti. Ndërkohë Lutfi Aziri tha se ministrat e Kurtit po rrinë në prokurori krejt kohën, ndoshta pa shtëpi, por me atë me Republik jemi. Zoti Kurti mund të ketë qeveri në detyrë, por ministrat e tij nuk rrinë në zyrë, por në prokurori tankon, deklaroi Aziri.